Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Një trup nga Italia do të gjykojë sfidën Shqipëri-Serbia e vlefshme për grupin K, kualifikues të Kupës së Botës 2026. Gjyqtar kryesor është arbitri Davide Massa. Në ndim të tij është Filipe Meli dhe Ciro Carbone. Arbitri 4 është Fabio Maresca. Në sistemin VAR do të jetë Alejandro Di Paolo me ndihmës Daniele Doveri. Massa ka gjykuar vetëm në një rast kombëtare shqiptare në datën 16 nëntor 2015 në miqësorin ndaj Gjeorgjisë. Për Shqipërinë, kjo do të jetë ndeshja e tretë në këtë fushat kualifikuese, pas humbjes me Anglinë ku qezinjt fituan me Andorrën. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka shpreson një rezultat pozitiv në përballjen me Serbinë. Kreu i qeverisë së futbollit shqiptar kërkoi një ndeshje korrekte dhe në frymën e garës sportive. Presidenti Duka komentoi dhe procesin e shpërndarjes së biletave përmes shortit kompjuterik, duke garantuar transparencë të plotë dhe ndjekjen e standardeve të UEFA-s. 3 persona e arrestuar nga policia e Tiranës për shitje të jashtëligjshme të biletave për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë, ndërkohë që 2 të tjerë, një 25 vjeçar dhe një i mitur 16 vjeçar, do të jetojnë në gjendje të lirë. Identifikimi i 3 personave është bërë nga rrjetet sociale pasi reklamonin shitje nga 300 deri në 1000 euro. Të arrestuarve u janë gjetur edhe bileta me vete si provë materiale. Stadiumi Arena Kombëtare ka një kapacitet prej afërsisht 22.000 vendesh, ndërsa për ndeshjen e 7 qershorit që vlen për kualifikuesit të botrorit ka patur rreth 200.000 kërkesa për bileta. Tifozët kuqezi nuk do të jenë në stadium për ndeshjen kundër Serbisë. Ajo do të luajë të shtunën e 7 qershorit në orën 20:45 në Arenën Kombëtare të Tiranës. Rëndësia e sfidës ka bërë që grupimi historik i tifozëve të kombëtares të mblidhet pranë stadiumit për të mbështetur ekipin dhe për të parë sfidën së bashku me mira të tjerë. Në njoftim të fundit, tifozët kuqezi thonë se do të jenë në bulevardin Dëshmorët e Kombit tek lulishtja e vëllezërve Frashëri dhe do të shohin ndeshjen nga një ekran i madh duke filluar nga ora 19. Për ne nuk ka rëndësi prania në stadium, por do të jemi aty për kombin duke kënduar të gjithë krah për krah njëri tjetrit, në një ditë që shpresojmë të kthehet në fest, thuhet në njoftimin e tifozëve kuqezi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Futbollistët e kombëtares Kosovës pranojnë unitet dhe përkushtim brenda ekipit duke vlerësuar atmosferën pozitive dhe integrimin e mirë të lojtarëve të rinj në prag të 2 ndeshjeve miqësore. Portieri Visar Beka është shprehur optimist për vazhdimin e ciklit pozitiv. Po shpresoj që këto 2 ndeshje me shku për fitore edhe me vazhdu këtë cikël pozitiv. Nuk ka kundërshtar të lehtë, edhe me Armenia domethënë është e kombëtare shumë e fortë dhe po shpresoj që kena me jap maksimumin, kena me jemi 100% pa më parasysh është miqësore apo është kualifikuese, domethënë na jap maksimumin edhe shpresoj që lojtarët e rinj të rregull veten që të ardhmen në postë Kosovë lojtarë më të mirë. Ndërkaq Ermal Krasniqi vlerësoi përgatitjet intensive dhe analizimin e detajuar të kundërshtarit. Sot është dita 4 dhe stërvitjeve dhe grupi është shumë i mirë dhe të gjithë janë të vetëdijshëm që duhet të japin maksimumin dhe jemi në nurat e trajnerit dhe po mundohemi që të përgatisim ndeshjen sa më mirë, që është e mundshme dhe të shohim çfarë do ndodhë në ndeshje. Të gjithë janë ambientuar shumë shpejt dhe janë shumë djemë me karakter shumë të mirë dhe të gjithë e kanë pasur që duhet të japin më të mirën që të zënë një vend kombëtare dhe normalisht i kemi mirësardhur shumë mirë. Për dallim nga hera e kalume, Armenia tani janë shumë të mirë në aspektin e ofensiv dhe defensiv. Jemi duke analizuar në maksimum dhe shpresoj që të bëjmë të mirën të premten. Të mërkurën Dardanët zhvilluan stërvitjen e 4 në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet kundër Armenisë dhe Kamoreve. Të gjithë lojtarët përveç mbrojtësit Ismail Beka, i cili është larguar për shkak të lëndimit, janë në gjendje të mirë fizike. Një skuadër arbitra shqiptar do të vendosin drejtësinë në ndeshjen miqësore Kosovë-Armeni. Eugene Gjaja do të jetë gjyqësori kryesor i takimit, ndërsa Giulio Mani dhe Marius Qose asistentët e tij. Florian Lata do të jetë gjyqtari i 4 i takimit. Miqësoria Kosovë-Armeni do të luajë të premte në orën 19 në Prishtinë. Takimi do të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë të premten e 6 qershorit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.